Do doja që në vazhdim regjia nëse ka mundësit në lidhje edhe me psikologën Atifete Sylla, por fillimisht, Lule, më thuaj, a janë të shpeshta rastet kur vijen deri te divorci, deri te ndarja e një çifti për shkak të tradhtisë, gjithmonë në bazë të punës dhe rasteve që ju keni? Atëherë, edhe pse raste domethënë që ne i trajtojmë në zyrën tonë, sidomos raste që kanë të bëjnë me familjen, janë raste shumë të ndihshme dhe dhënat nga ato raste janë konfidenciale, megjithatë, domethënë në të përgjithshmen do të deklarojmë. Sa i përket rasteve të tradhtisë, është një element, domethënë që partnerët i shtyn drejt divorcit, është shkelja e besnikërisë bashkëtorë, nga marrëdhënia domethënë civile, nga ligji për familjen. Mirë po, nëse e dham domethënë konotacion pjesës penale, kjo nuk është një veprim që është i sankcionuar, domethënë nga kodi penal, ndërsa në pjesën civile me ligjin për familjen rregullohet saktësisht, domethënë se është një element mbi bazën e të cilit mund të ushtrohet padija civile për shpërzim. Domethënë shkelja e besnikërisë bashkëtorë. A po rritet numri i rasteve kur çiftet, familjet ndahen pikërisht për shkak të tradhtisë? Po. Them drejtën, edhe vetë palët që e iniciojnë këto procedura nuk janë se shprehen shumë për faktorin kryesor, po për shkak se, siç thash edhe më herët, është çështje shumë e ndihshme, është çështje familjare dhe nuk është patjetër se duhet me deklaru ose me potencu këtë fakt. Mirë po, atë sa ne arrim të kuptojmë gjatë analizimit të rastit, domethënë mund të them lirisht që ndoshta mbi 50% janë domethënë arsyet pse arrin deri te divorci në çift bashkëtor. Sigurisht. Mirë, ne po besoj do të vazhdojmë patjetër bisedën përsëri me Luljetën për të marrë më shumë informacione me tekste veçantë në këtë aspektin ligjor të cilin e përmendën, por nuk e di nëse kemi në lidhje tani psikologen Atifete Sylla, më thoni, jo, nuk e kemi ende, po provojmë me marë. A mund atë regjia të më jap blokun, ose më mirë të themi, gëzimi po thot veç pak me prit, hajt po pres veç pak. Diri sa presim unë, e pas kemi Atifeten. Atifete, qysh në mbete në kolonë më Atifete? Ua, kjo është e zakonshme në vendin tonë. Vërtet një të merë, më vjen shumë keq pëse nuk isha prezente e dona. Të lutem, e kuptoj plotësisht, di që ke mbet në rrugë dhe e çmoj faktin që edhe në këtë formë po lidhemi. Atifete, më thuaj, pse vjen deri te tradhtia? Çfarë na nxit që të bëjmë një veprim të tillë, në kuptimin që të shkelim mbi një lidhje, të shkelim madje në disa raste, nëse mund të themi fjalën dur, si të shkelim mbi familje ndoshta, pse ndodh kjo? Ka disa arsye pse ndodh. Baza e pothuajse të gjitha arsyeve është mos komunikimi i mirëfillt. Këtu duhet jemi të qartë me problemet ose me ato pakënaqësitë që kanë çifti mes vete në çdo aspekt, në të gjitha aspektet, por njëkohësisht kjo ka të bëjë edhe me individin i cili zakonisht nganjëherë edhe tundimi është ajo që shtyn në tradhti, por baza e të gjithave është problemet të cilat nuk diskutohen në qift, kur qifti nuk komunikon si duhet në të gjitha aspektet, prandaj atë vije deri tradhtia ku edhe për pasojë të hakmarrjes ose të tjetri mund të ndihet gjithmonë i pa respektuar edhe i pa trajtuar si duhet, edhe këtu e një ndër rastet ku njëri bashkëshort mundet me tradhtu, po prandaj po them të gjitha lidhen me komunikimin, se nëse një komunikim do të ishte i mirëfillt, edhe të komunikonin si duhet, këto pengesat në qift besoj si do jenë të kalueshme. Tani, prej asaj që unë arrita të lexoj, është që në fakt tradhtia nuk ndodh gjithmonë sepse dikush nuk e don personin tjetër, por shpeshherë është një lloj boshllëqi, një boshllëku që nuk vlerësohet në lidhjen ekzistuese. Po të dëgjoj. Më fal, nuk dëgjoj. Po flasja pra për këtë boshllëkun, për këtë heshtjen që shpeshherë krijohet dhe zgjat për një kohë të gjatë dhe më pas vijnë të tjera aktorë të cilët ndoshta këtë heshtje e bëjnë më interesante. Pa dyshim, ky boshllëku gjithmonë ka një arsye pse ekziston.
edhe kur çifti nuk i komunikon, nuk i diskuton këto arsyet ose pakënaqësitë në të gjitha sferat e bashkëqësisë tyre, patjetër që atëherë potencialisht ka mundësi të tradhtojnë njëri tjetrin. Gjithashtu, është tradhtia zakonisht ndodh nga personi i cili ndihet nganjëherë inferior ose ka nevojë për një vetbesim, pasi nuk ka një vetbesim të duhur, po njëkohësisht këto ta marrim, po duhet me citu ose me i cek burrat janë ata që zakonisht munden me tradhtu edhe për shkak të lakmisit, ta themi, ose kur nuk munden në një formë të ndohen nga gratë e tjera ose vajza tjera. Interesant, mirë. A kemi shumë raste të tradhtisë në bazë asaj që shem, në bazë komunikimit që ke në shoqëri, si është sheti? Duke marrë parasysh komunikimin në vendin tonë, gjithmonë kjo lidhet shumë me komunikimin, sado që neve mendoj nuk i kushtojmë rëndësinë kryesore, duke marrë parasysh se neve nuk është se jemi një vend si komunikojmë shumë mirë, e kemi të theksume komunikimin si duhet në çift. Gjithashtu për pasojë nuk konsultohen ose nuk trajtohen te psikologu patjetër, çifti kur ka probleme, duhet të trajtohet te psikologu për seancat në çift, atëherë patjetër që duke pas parasysh gjitha këto mendoj si tradhtit janë vërtet shumë shpeshta. E qartë. Luljeta, e tham që janë, si me thonë, rastet të cilat çifti mban vete, arsyet dhe shkaqet për një ndarje, por prej asaj që lexova, është një periudhë që çifteve ju jepet mundësia që të reflektojnë dhe të mendojnë nëse vërtet duan të shkruasin përfundimisht martesën e tyre. Prej përvojës suaj, ka pasur raste të cilat pikërisht për këtë hapësirën, për këtë kohën që ju është dhënë, kanë gjetë një zgjidhje në të mirë të dyja palëve, apo ndoshta nganjëherë më e mira është edhe ndarja? Prej rasteve praktike, dhe më thonë, mundësi që gjykata i shfrytëzon sa i përket seancën e pajtimit, janë të rastet kur kanë edhe fëmijë. Dhe më thonë, është detyrueshme që në rastet që çifti ka fëmijë dhe është procedurën e divorcit, atëherë është detyrueshme që të bëhet një seancë tentim pajtimi, ashtu e njeh ligji, dhe përmes asaj seance tentim pajtimi, dhe më thonë, nga gjykata tentohet që edhe një herë të jepet mundësia çiftit, dhe më thonë që të diskutojnë edhe të sqarojnë më tepër gjëra, si dhe të njoftohen për gjithë mënyrën e procedurës së shkurorzimit, për pasojat, për parësitë e pajtimit, pasojat nga një shkurorzim, dhe më thonë pasojat që i bartin fëmijët, nëse arrihet, aty dhe më thonë ndërprehet procedura. Mirë, po nëse nuk arrihet në seancën e pajtimit që të ketë një pajtim mes tyre, atëherë edhe përkundër, dhe më thonë, insistimit të gjykatës, vazhdon seanca me procedurë tjetër. Prej përvojës suaj, sa janë efektive këto kohë zgjatje, po i them kështu? Thëmë drejtën, ka qenë efektive, më po thëmë përsëri që sidomos në rastet kur kemi të bëjmë edhe me fëmijë në mes, ato angazhohet edhe qendra për punë sociale, dhe më thonë që merr edhe mendime që fëmijët mbi 10 vjeç, dhe më thonë edhe ata japin pëlqimin sa i përket qëndrimit ma tutje, dhe më thonë se me cilin prind dëshirojnë me ndejt, dhe është gjithë procedura është zhvilluar brenda gjykatës dhe tentohet për mu pajtu. Ka pas raste që ka pas efekt, mirë po janë më të rralla raste që ka efekt, dhe më thonë seanca e tentim pajtimit, sepse në momentin që çifti e ka ndërzuar një padi në gjykatë, aty thoja se mes tyre ka përfunduar çdo gjë. Tani, prej përvojës sënde, ndoshta është pakës edhe po hymë në informacionet personale të klientëve, por gjithmonë pa përmendur emrin. Kush tradhton më shumë? Prej asaj që jam shkollore, është gjithmonë më e prekun nga kjo. Më e prirur për të tradhtuar. Okej, mirë, ne aty vetën po besoj vazhdojmë me pas ende në linje, por bashkë me aty vetën dhe Luljetën doja që të ndiqnim disa mendime të qytetarëve, të cilët Glinera i ka realizuar për ne, çfarë thonë qytetarët, pse tradhtojnë dhe a do duhet të falej tradhtia. Ndjekim këto mendime dhe më pas kthehemi bashkë me mysafirët ta komentojmë përsëri. I dëshire tradhtojnë kanë qef. Falet tradhtia? Ja, dikush ja fal, dikush ja fal. Ti personalisht ç'mendon, a falet?
Vallaj se di marret pej personit, pej individit, nuk e di. Me njësë ashtu me këqyrë konë burë e grupë bashkë se 100 metë. Krejt ishin da, se gjithmonë tratia ka egzistu edhe egzistan. Ato tratit, edhe ato personale, për shumë qofë se e ke tratu dikon me pare, me senën e knej, a këto edhe ajo dënohet. Edhe që ki vërtetime, që të ka tratuaj me qëto. Ligji është ai që përcakton, do me thonë, përcakton edhe njerëzim si njeri. Për qëta jena njerëz nuk jem shtazë. Shtaza nuk ka ligj, nuk zinë që është respekti. është puna që na nuk livdohëm që kena bo mirë, po livdohëm më thë, e pe qka i bona që tina, a i pe qka i bona që atina, se është njeri poshtër është, nuk livdohet që ka bo mirë, ajo është keq të na. Kur nuk është dëshëria sinqert. A falet radhëtia? Marrët për personit. Jo personalisht shisheni. është vështirë me dhonë gjykimin. Letë është me thonë për shumë, për mua, mundet me a falë, po këtë më varet si ka ardhë drita ajo, pse ka ardhë, arsyeja, do thotë, nuk kom përgjegje, muj me dhona, më nuk është përgjegje adekvate, qëfare ju për kërkoni. Kjo pyetje që e shtronë është e vështirë për arsye se donë argumentin me u pa, mu diskutue, edhe atëre me dhonë përfundimin. S'falat, po duhet me falë. Duhet me falë. Duhet, se si me pa. Lëj motivesh për çka tratu njerëz, po mas shumëti për interesa materiale, mas shumëti. A falet radhëtia? Jo, kurse si, ajo gjithmonë është e dënuar. Ai edhe për një çështje monetare të caktuar çka do nëse traton, ai mund të jetë edhe tradhtar i shtetit e kombit. Prandaj ai duhet të dënohet. Motivet që tratojnë janë interese se të është me herë traton. A falet radhëtia? Ja, da nuk falet. Nuk falet. Tyve veç për qef, veç a i kanë qef me të raton. A falet radhëtia? Po që da është falen, da është me se fale, u krye. Do shta që nuk është i përmbushëm, në jetën bashkëshortore nuk ti mirë shqip, më falë. Shumë mirë. Okej. A falet radhëtia? Jo, asë një herë. S'ka falje. Mendoj, ai që është radhtar, është i lindur me tratu dikën, edhe ka që me thonë gjak ata. A falet radhëtia? Unë se kisha falë. Ta shumë varet prej njerëzve, vetëm tratin se kisha falë. Gjithë shka tjetër po tratin jo. Luljeta, a falet radhëtia? Personalisht, si është e këtë? Personalisht, tradhtia nuk falet. Për shkak se nëse falet njerë, ajo do të përsëritet dhe konsideroj që sipas mendimit personal nuk duhet falur. Nëse flasim për tradhtim, të më tonë në qef tamam. Ndoshta këtë e thoni edhe për faktin që keni parë raste ku ajo është përsëritur. Dhe mund kemi edhe çifte të cilët kanë falë një herë, por prap pikërisht për të njëjtën arsye kanë ardhur në të njëjtën pozitë. Do me thonë edhe ndoshta edhe përvoja ime gjatë në këtë pushë që tani 9 vite më i bëj në avokati, më ka bo me përforcu këtë mendimin që tradhtia nuk falet. Atifetën e kemi në linjë po besoj. Atifeta, pa mendimet ndryshme të qytetarëve. Disa thonë që ta falim, të tjerët thonë që nuk falet, dikush thotë që po e bëri një herë do ta bëj gjithherë. Si e shihni ju? Problemi është thyrja e besimit. Edhe nëse falet, u mendoj se është shumë problem u kriju pra mirë besimin mes çiftit. Në një lidhje kur nuk ka besim, atëherë nuk është funksionale. Prap do vi tek problemet tjera ose do akumulohen problemet tjera, edhe nëse s'do jetë në mes tradhtia. Prandaj varet arsyeja, gjithçka është shumë individuale, por në përgjithësi personat e lënduar shumë vështirë munden me te kalu tradhtin, për shkak sepse është shumë e vështirë të arrihet besimi tek partneri se të rifitohet besimi. E në momentin kur nuk ka besim, aty ajo lidhje nuk është asnjëherë mirë funksionale.
Më mirë të falim dhe t'i dhe japim një mundësi, një lidhje të cilën e përmende si ndodhë nëse veç kemi tradhti, apo të ndajmë rrugët përfundimisht? Unë mendoj në varësi të çiftit lidhja si ka qenë, në varësi të asaj që ka shkaktu, kështu që mendoj si duhet më mundu me të kalu sfidat, prandaj sidomos nëse fëmijët janë në mes. Por, asnjëherë duke e bërë që vërtet të ndihesh keq edhe të mos kur është e pamundur me të kalu emocionalisht, atë vërtet, kur ajo lidhje të lëndon edhe bëhet toksike për ty, por edhe për fëmijët, atë vërtet është më mirë me u nda rrugt, po gjithmonë duhet të ketë tentativa që të kalohen qoftë edhe tradhtia, gjithmonë duke marrë parasysh nëse një qift vërtet kanë pas një jetë stabile, kanë pas një lidhje stabile, dhe neve nuk e dim arsyet e tradhtis, ishtë da shumë mirë mu diskutu edhe me u mundu me të kalu. Po në jetën e përditshme dhe në bazë të rasteve, jashtëzakonisht numri i vogël janë ai qift i cili të kalojnë këtë sfidë. Po të falenderoj shumë për kohën që ndave ati veti për një sot, po të liroj me u këthy në shtëpi sepse të kemi lane edhe në rrugë se me ardhë së mrite. Gjithsesi shumë Kisha dashur shumë me qenë prezent, më vjen shumë keq. E kuptoj, të lutem. Shëndet. Faleminderit. Faleminderit. Luljeta, ne përmendëm faktin që tradhtia është një prej arsyeve që na e lejon me njerë, nëse mundemi me tha, me kërku, si bazë shumë të fort për me kërku divarës në ligjet që kemi në vendin tonë. Penalisht nuk ndjekët sa kuptova, por tradhtia në ligjet të ndryshme, në vendet ndryshme të botës, shihet në format të ndryshme. Madje ka edhe dënim, për shembull, kujtoj, jo shumë kohë më parë, në kodin penal në Shqipëri, partnerët të cilët, të themi, bëjnë 2 bashkëtesa në të njëjtën kohë, dënohen edhe me borg deri në 3 vjet. Po, të ne në Kosovë, do më thënë, bigamia është vepër penale, që dënohet me borg deri në 1 vit, që hinë në grupin e veprave penale kundër familjes dhe martesës, do më thënë. Bigamia nënkupton në qofë se me një person të ki lidhje ki kuror, dhe pa e prishur kurorën, hynë në një martes të dytë. Dhe më thënë vetëm në këtë rast, me ligjet e tanishme të aplikushme në Republikën e Kosovës, është hinë në domenin penal, vetëm në këtë rast. Ndërsa, ashtu që e deklarume dhe më herët, sa i përket veprës penale, dhe më thënë bigamis, veç e sëqarum, ndërsa tradhtia si fenomen i vetëm nuk hinë në domenin penal, ndërsa në domenin civil është një prej faktorve, dhe më thënë që shtyn një anë për partnerve me një cu pa di për shkruarzim. Kur jemi të bigamia të këto raste që përmendi, kemi raste shumë të në Kosovë? Si është? Apo janë... Jo, të thëmë drejtën, nuk është që kam dëgju, dhe më thonë, ndo një rast që është trajtu si vepër penale në praktik, për shkak se një person ka kriju 2 martes në të njëjtën kohë. Nga përvoja ime nuk kam në rast, po nuk do të që nuk ka ndo. Nuk mundet më pas në realitet. Të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë sot për ne. E di që ke pas një ditë shumë të gjatë dhe ja ke arrit me arë në studio për kundër kolonës dhe krejt tjetër. Shumë falenderit për informacionet. Falenderit për juve, për mua ishte privilegj. Shumë falenderit.